Akondroplazia, një ndër sëmundjet e rralla gjenetike që ndikon drejt për drejt në zhvillimin e individëve të prekur, përveç ndikimit fizik, kjo sëmundje përbën një barë emocionale dhe sociale për ata që jetojnë me të. Mjeku Laurent Kolçaku thekson se kjo sëmundje shkaktohet kryesisht nga mutacione të reja në ADN, rreth 80% të rasteve, ndërsa 20% kanë bazë familjare. Sipas tij, diagnoza e sëmundjes vendoset që në javën e 24 të shtatzanisë dhe janë mjekët ata që udhëheqin vendimmarrjen për vijimin ose ndërprerjen e shtatzanisë. Aktualisht prej vitit 2021, qoftë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë në Bashkimin Evropian, është miratuar për të parë një medikament i cili vepron në patologjinë e kësaj sëmundje dhe duke i lejuar këtyre fëmijëve që të kenë një rritje staturale të shëndetshme dhe në sajt të këtij mjekimi këto fëmijë arrin që të shmangin shumicën e këtyre komplikacioneve dhe të kenë një statur më të gjatë se sa moshatarët e tyre të pamjekuar dhe të përafërt me moshatarët normal dhe nga ana tjetër të kenë një cilësi jete dhe të bëjnë një jetë funksionale nëse normal dhe të pavarur nga të tjerët. Në këtë drejtim, pediatria shqipe Spahiu Konjusha nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës shpreh optimizmin se së shpejti edhe në Kosovë do të bëhen hapa konkret për të sjellë këtë terapi, e cila konsiderohet një ndër përparimet më të rëndësishme në trajtimin e kësaj sëmundje. Kemi hartuar një koncept dokument për sëmundje të rralla, i cili është mjaft voluminoz dhe ka përfshirë shumë barna, përgjithësi për shumë sëmundje të rralla. Shumë shpejt, brenda këtij viti, po shpresojmë që do ta fusim edhe terapinë për ahondrodisplasion. Sipas specialistëve, ofrimi i terapisë në kohë jo vetëm përmirëson funksionet fizike, por ndihmon dhe në integrimin social e psikologjik të këtyre individëve.